Vitin e kaluar, gati 80% e vendeve të lira të punës që u shpallën nga Agjencia Kombëtare të Punësimit ishin për punë me arsim elementar. Sipas të dhënave zyrtare, gjatë periudhës janar-tetor 2024, u shpallën 61.624 vende të lira pune, ose 1% më shumë se njëjta periudhë e një viti më parë, por pjesa dërmuese e tyre janë për profesione që nuk kërkojnë arsim të kualifikuar. Profesionet më të kërkuara në vitin 2024 ishin për pozicione si punëtor prodhimi, magazinier, pastrues, shitës, kamarier, operator shërbimi, punonjës ndihmës në sektorin e ndërtimit apo industrinë përpunuese. Kjo shpërndarje tregon se struktura e tregut të punës në vend mbetet e orientuar drejt sektoreve me produktivitet të ulët dhe punë manuale, ndërsa pozicionet që kërkojnë arsim të lartë ose aftësi të specializuara, si menaxher, specialist apo teknik, zënë një përqindje shumë të vogël.